Prefekti i Qarkut Dibër Nexhbedin Shehu mblodhi këtë të mërkur organin këshillues pranë institucionit që drejton për sigurinë në shkolla. Në këtë mbledhje në të cilën morën pjesë drejtues të zyrave vendore të arsimit në 4 bashkitë e Qarkut, përfaqësues të arsimit në bashki, nënprefektet e Matit dhe Bulqizës, Hasan Pasha, Avni Muliu, drejtuesit e policisë në Qark e të tjerë. Prefekti Nexhbedin Shehu tha se është bërë një analizë për situatën në përgjithësi në të gjitha shkollat e Qarkut Dibër, ndërsa është evidentuar rasti i pak javë më parë në shkollën e mesme të bashkuar Gjergj Kastrioti në bazë. Prefekti listoi dhe disa problematika të tjera, të cilat u lanë detyrë që të zgjidhen sa më parë. Sipas planit mujor, realizum një takim të organit këshillues që funksionon pranë prefektit për problemet e sigurisë në shkolla. Jemi ndjeni ne që prej gati 2 vjetësh është ndër prioritetet e qeverisë problemi i sigurisë në shkolla, duke marrë shkas edhe nga disa ngjarje të ndodhura në shkolla, por rasti i fundit është edhe në një shkollë qarkuton në Bashkinë Mat, në bazë, një ngjarje e papërqyeshme. Sot kishim përfaqësues të bashkive, zyreve arsimore, kishim përfaqësues të AKU-s, policisë shtetit, inspektorit të higjienës, edhe gjithë raportuan për punën që është bërë deri tani për të pas një shkolla të sigurta ku mësimi zhvillohet sipas planeve dhe pa problematika. Ka akoma ende probleme që si shtrejtu në analizë, kemi akoma mungesa të policëve në shkolla, që lidhen me rekrutimin, se kam procedurë, po kështu ka edhe shkolla të veçuara larg që nuk kanë rrethimin e nevojshëm, disa shkolla në bashkinë Dibër dhe Bulqizë nuk kanë plotësisht, nuk janë pajisur me kamera. Gjitha këto janë objekt pune të bashkive që në ditët dhe javët në vazhdim do të kompletohen. Ku është ajo shkolla që përmendi drejtori i policisë, tha se mësuesi ka Drejtori i policisë foli për një shkollë, për një rast të konflikti në Selisht, por që është zgjidhur pa ndodhur konflikti. Siguria në shkolla mbetet një nga sfidat e vazhdueshme të institucioneve qendrore, por edhe atyre vendore, për shkak të ngjarjeve që kanë ndodhur kohët e fundit.